Përshëndetje të nderuar shikues të TVM2, jeni me emisionin Zoom këtu ku diskutojmë aktualitetet politike. E kur jemi të aktualitetet politike, kemi parasysh se protestat e studentëve vazhdojnë të jenë ndër zhvillimet kryesore këtu në Maqedoninë të Veriut. Tani më protestat e tyre kanë kaluar edhe kufit e territorit të Maqedonisë së Veriut, po mbahen edhe nëpër trojet shqiptare, ku sot kishim protestën e studentëve edhe në Tiranë në sheshin Skënderbej, ndërkohë që pushteti premton zgjidhje të shpejtë të provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Gjithashtu do të komentojmë edhe propozim ligjet për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Në parlament tani më ka dy propozim ligje për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, njëri propozuar nga qeveria, ndërsa tjetri së fundmi sot ka dorëzuar Alianca për shqiptarët e Zjadin Selës. Gjithsesi se do të komentojmë edhe përplasjet apo narrativën e partive politike Maqedona, se të cilat kryesisht janë të fokusuara në raportin me Bullgarinë dhe procesin eurointegrues të vendit. Për këto dhe shumë tjera, sonte do të komentojmë dhe analizojmë këtu në studio së bashku me politologët Qanin Uhiu dhe Valon Bela. Të nderuar, përshëndetje dhe mirëseardhët në Zoom. Pra ashtu si thash, më 18 maj më falni, mira studentë shqiptarë mbushën sërish rrugët e Shkupit në protesta. Protestës së tyre ju bashkuan edhe studentë nga Tirana dhe Prishtina. Kjo ishte protesta e dytë brenda 2 muajsh. Profesor, a është kjo një shenjë e mirë si harriçi një zgjimi qytetar dhe i zgjimit studentor për të kërkuar drejtat e veta, apo dëshmi se institucionet kanë dështuar deri në atë pikë sa qytetarët e kanë patjetër të dalin rrugë për të kërkuar të drejtat e tyre të garantuara me kushtetutë? Shqeni, të dyja këto janë të ndërlidhura, pasi realisht studentët paraqisen një energji të re, janë masë e shkollume, masë që kanë ambicie për jetën, kanë plane për jetën, edhe kur shohin se politika stagnon, ato janë aty për ta nxit politikën të jetë më efikase. Rasti konkret është edhe njëna dhe tjetra, politika ka stagnu, përderisa kemi si dukuri politike flas, të dalën qytetarët apo në rastin konkret studentët, do të thotë se diçka institucion nuk ka shkuar në rregull diçka me dinamikën e realizimit të programit, të ideve të qeverisjes. Ashtu që e kanë pasë punët shkojnë të vakta, të themi, edhe kanë pasë do të futen jo si unë nuk do kisha thënë në politikë, po si zënë qytetar që detyrimisht për çdo demokraci është i nevojshëm. Besoni, demokracia nuk programohet as për partitë politike, as për sektorin civil, por drejt për qytetarët. Edhe më efikas se qytetari, kur e thot fjalën e vet për procese të caktuara në politikë ose në shoqëri, nuk ka më adekuat. Prandaj them se është një sinjal edhe i zgjimit të qytetarëve, pasi ato studentë kanë edhe prind, kanë edhe familje, kanë të interesuar, domethënë dal ngadalë zgjerohet sfera e ndikimit të tyre, por edhe e stagnimit të institucioneve, edhe neglizhencës, të them ashtu, me qëllim apo pa qëllim, apo si faktorë i rrethonave që funksionojnë brenda në koalicion qeveritar, dushihet. Zoti Bela përmenda që protesta studentët se bojnë mend përpara kur kanë mbajtur ka kohë të gjatë që nuk janë organizuar protestat të tilla, prandaj po pyes sa është kjo një sjarriç i mirë, për shkak se po kemi më në fund një zë kritik, një zë që kërkon të drejtën e tyre. Po padyshim, studentët janë ajo pjesa më vitale e një shoqërie, edhe gjithsesi se e kemi mirëprit të gjithë, besoj se jo rastisht edhe shumë nga qytetarët i janë përgjigjur pozitivisht thirrjeve të tyre për t'ju bashkangjit protest. Kishte të gjitha kategorive, përfshi këtu edhe nga partitë e pushtetit, se u bë një pyetje pse Vlen nuk e ka përkrah protestën, është paksa absurde pushteti me përkrah protestën, që i bie se po i proteston vetvetes, mirë po gjithsesi u përshëndet. Pra gjithë ky cikël i protestave sa kishim këtu aty, 2 këtu, tani u bashkangjet edhe ajo në Tiranë. Besoj se do t'i shërben demokracisë së vendit. Edhe ashtu studentët sikur kanë qenë të përgjumër jo me fajin e tyre, por partitë politike dinë
nga njëherë edhe t'i fusin në hibernim vetë studentët, sepse ua kanë frikën. Studentët, ashtu që shtash, janë pjesa më vitale e shoqërisë, sidomos në rajonin tonë, studentët kanë qenë pjesë e ndryshimeve të mëdha. Jo rastësisht edhe sistemi komunist jugoslav, piknisjen e kishte të rënjes së tij e kishte pikërisht nga protesta studentore në Prishtinë, pastaj Gjetiu, Shkup e gjithandej. Kështu që nuk besoj se ka qytetar i cili nuk e ka përshëndet iniciativën e tyre. Unë i përgëzoj ata, na kanë befasu edhe me mënyrën e protestimit, kanë qenë jashtëzakonisht të kujdesshëm, paqësor, kanë dërgu mesazhin ashtu siç duhet, pavarësisht tash kryeministrit, ne e kuptojmë se kemi një kryeministër pak a shumë problematik, cilës edhe diamantet i gjenë behane, doli me një deklaratë skandaloze se nuk ka pas flamur shtetëror. Para mendoni ju. Nuk merret me përmbajtjen e protestës, me porosinë cilën e dërgojnë studentët, por merret me disa sende të cilat janë tek e fundit është protestë edhe ndaj flamurit, sepse ai flamur nuk vetë përfaqëson studentin në këtë rast. Zoti Pela, ju përmendet pak komentet rreth politizimit të protestës. Sa i ka të mundur sot një protestë e tillë të mbetet jashtë politikës apo influencimit politik? Këtu është një botë në vete. Do të thonë, sidomos tek ne, partitë politike kanë qenë gjithmonë në gjah kur ka pas iniciativa të reja. Kjo tregon se ata janë të interesuar që t'i ruajnë pozicionet e tyre. Ne kishim rast me pa në proteste dhe figura që tani më besoj se janë të tejet të konsumuara politikisht. Mirë po, u mirë kuptua ajo, okej, po japin për kraje studentëve, mirë po prap nuk duhet t'i dëmtojmë gjeneratat e reja. Duhet t'i lejmë të lira. Unë shkoj deri aq larg sa them edhe këtë. Studentëve u lejohet edhe të gabojnë. Tek e fundit është pjesë e jetës. Në biznes, fjala dështim nuk ekziston. Unë nuk dështoj asnjëherë, unë vazhdimisht mësoj. Domethënë edhe nëse ndodh diçka negative, prap ata janë në fazën në moshën rinore kur mësojnë, u shërben si përvojë. Prandaj edhe e kam mirëprit protestën e tyre, jam gëzuar jashtëzakonisht shumë që edhe qytetarët kanë qenë jashtëzakonisht të mirësjellur gjatë protestës. Domethënë nuk ka pas as intervista anash ose diçka tjetër. Për shembull, e mirëpritshme ishte edhe nga profesorët, sepse profesorët duhet të jenë të parët që i përkrajnë. Mirë po tjetër kush nuk është përzi fare, qoftë me intervista, qoftë me deklarimet pa matura, po gjithmonë duke i përcjell studentët. Prandaj i kam pa disa finesa, disa copza ashtu ku politika fatkeqësisht po tenton, edhe më lejoni ta ilustroj këtë që përmendet me një shembull, po duke mos përmend emra. Domethënë, vetë fakti që studentët u thirrën në intervista te kolegët e ju në Tiranë, u pa një shkarje, u pa një dallim. Domethënë, një student u ftua i vetëm në një intervistë dhe ju dha afër 2 orë kohë që të elaboron. Në anën tjetër, të gjithë studentët, i njëjti gazetar i ftoi së bashku atje. Domethënë, ishte një tentim për t'i fut përçarje atje. Uroj që ta kuptojnë ata vetë studentët që lojat e politikës janë jashtëzakonisht të rrezikshme, nuk u duhet tek e fundit atyre, edhe pse e kanë të lejuar dhe do duhej ndoshta nga pikpamja politike që ata edhe të merren me politikë, mirë po duhet të jenë të kujdesshëm me qenë se e kanë nis këtë iniciativë si grupore, si të përbashkët. Zotin Juhiu, kur jemi të komentet për politizim të protestës, është bërë shpesh një paralele me protestet e studentëve në Serbi, ku thuhet se atje studentët kanë përthirrje që partitë politike opozitare mos të dalin në protestë, ndërkohë që në Shkup kemi parë edhe funksionera apo parti opozitare në përkrahje të protestës. Si shihni këto dy paralele? Shikoni, tash desha të flas, protestat e studentëve janë diçka e re, janë diçka freskuese në skena shoqërore, ta them, aq mos i futim politik. Mirë po, është çështja
unë shpresoj të jenë të tregojnë pjekuri maksimale, të bëhen rezistent ndaj ndikimeve politike, edhe para që do të jenë rezistent ndaj ndikimeve politike konkret partijake, para që do të jenë të suksesshëm. Besoni, ne kemi pas raste kur procese të caktuara këtu te ne nuk kanë mundur të partizojnë dhe kanë dalë më të suksesshme se sa kur janë fut në kauzat partijake. Prandaj dëshiroj që studentët të mos politizohen, aq më pak të partizohen, që unë nuk e kam ditë këtë detaj, do me thënë ky diferencim në përfaqësimin në prezentimin medial në Tiranë, që realisht nuk le shihet mirë, ndërsa komentet politike nga ana e kryeministrit, unë do të them kështu. Bashkëqytetarët tonë, gjithë qytetarët e këtij vendi, edhe ky shtet, kultura politike, duhet të kuptojnë një gjë, se lojaliteti është kategori reciproke. Para që sa e ndjen një qytetar veten të rehatshëm, komod në një shtet, ekuivalent reciprokisht do të jetë qytetar lojal i atij shteti. Edhe nga kjo nuk lëviz. Nuk mund të kërkojmë lojalitet nga dikush, vazhdimisht ta dëshmojmë me dekada edhe ne ta trajtojmë si trup të huaj. Prandaj them, edhe paralelja me studentët në Beograd, shikoni, në Beograd kanë një përvojë të protestave? Protestave, po. Edhe është një qendër pak më e madhe ku grumbullohen të rinjt. I kanë refuzuar partitë opozitare, është e vërtet, nuk kanë mund të futen, mirë po pas një viti e ca kohë e protestave, përfundimisht dhur një fytyrë që u prin studentëve, ai është rektori i Universitetit në Beograd. Sikur duket, ai do jetë, edhe tashmë presidenti atjeshëm e trajton edhe si rival politik. Bile nëse e keni vrejt, rastet ralla kështu, i drejtohet jo si rektor, po politikani Gjokic ashtu diçka mbi. Ashtu që është çështje e tyre se si ditë të menaxhojnë proceset atje. Por dëshiroj që studentët tonë të mos politizohen, të mos partizohen. Edhe të jenë të tregojnë pjekuri. Do me thonë se kanë filluar një rrugë të mbarë, edhe dëshiroj që t'jap rezultate kjo rrugë. Po, si që thash edhe në paralajmërim, pushteti po premton zgjidhje të problemit. Këtë e tha edhe njëri prej kryetarëve të Vlenit sot, Izet Mexhiti, i cili tha se studentët së shpejti nuk kanë për çfarë të protestojnë, por do të festojnë me zgjidhjen që ato do t'u afrojnë studentëve. Nga ana tjetër BDI insiston se nuk duhet zgjidhje e re, por vetëm duhet të respektohet zbatimi i ligjit për përdorimin e gjuhëve. Si e shihni këtë? Pa tash uroj që zgjidhja të jetë ashtu siç kërkojnë studentët, edhe të dalë ashtu si thot bashkëkryetari i Vlenit. Mirë po mendoj se gjërat në politikë kur thuhen edhe duhet të konkretizohen. Tash nëse BDI-ja del me qëndrim se ligji ekzistues i 2019 ashtu ishte, ofron mundësi për zgjidhjen e çështjes, pse duhet ligj i ri? Nëse ofron mundësi realisht, nëse ka hapësirë ligjore brenda, të zgjidhet çështje të caktuara, edhe shumë çështje tjera, pse nevojitet ligj i ri? Duhet ndoshta edhe të shkojë te Komisioni i Venecias për të marrë rekomandimin prej atje. Komisioni i Venecias shpesh veprojnë janë nga shumë shtete, delegojnë antara që zakonisht janë shkencëtar, profesor të juridikut, edhe i vinë nga shtete të ndryshme që shpesh nuk e njohin edhe realitetin. Besoni, çdo shtet, çdo shoqëri ka specifikat e veta. Edhe kjo se do të çojmë çdo ligj që i prek shqiptarët, që avazon shqiptarët në Komisionin e Venedikut, më duket si eskivim i situatave. Edhe mos ndoshta do ta zgjatim, do ta stërzgjatim, ndoshta një ditë këto lodhen, i bien pishman se dalën rrugë, do të dëshpërohen edhe me këtë aksion politik, edhe ne do ta çojmë punën tonë, agjendën e dikujt që e kanë ndërmend ta çojnë. Prandaj mendoj se për çdo gjë të çosh në Komisionin e Venedikut apo Venecia si thuhet, mendoj se nuk është zgjidhje adekuate. Jo, mund edhe ato edhe nuk rekomandojnë mendime profesionale, nuk ka gjë këshilldhënëse, që mund mos jenë edhe detyruese për shtetin. Nëse diçka vjen në favor të palës që nuk është rreshtuar me qeverinë politik, ato thonë mund edhe mos e respektojmë.
Kështu kemi edhe në instanca ndërkombëtare, gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hag që është. Patëm rastin e Kosovës të Korrikut, 2010-ës, ashtu 22 Korrikut, që parashtë pyetjen Serbia për të drejtën e Kosovës për shkpuq. Për ata dhanë mendim këshilldhënës, nuk janë urdhërdhënës, këshilldhënës. Ashtu që mendoj se mos bëhet praktik kjo për çdo ligj që nuk na pëlqen, edhe ta zhagitim janë 1 vjeta, 2 vjeta sa zgjatin ato atje, që mund të dalën për situatë, bëhet praktike zgjidhjes problem. Mendoj se nuk është praktike mirë, mund të kërkojmë të njërë shumë real, në një mendim profesional, po nuk dëshiroj të bëhet praktik e ligjvënies parlamentare në Maqedoninë e Veriut. Zoti Bela, çfarë ligji duhet, cila duhet të jetë zgjidhja? Zgjedhja e re, të cilën për thonë vleni së shpejti do të jetë, apo zbatimi ligjit për përdorimin e gjuhëve? Kjo është gjithashtu një dilemë të cilën e kanë futur qëllimisht partitë politike të pushtetit dhe opozitës. Ashtu si që përmend, domethënë pushteti kërkon ligj të posaçëm përderisa opozita thirret në ligjin ekzistues. Ajo e cila fshihet nga ana e pushtetit në këtë dilemë është se tentimi për fshehje pas Komisionit Venecias është, edhe këtu shqiptarë do duhet të japin syt, është tentimi i paraqitjes së popullit shqiptar këtu si pakicë nacionale. Do thonë neve duan të na barazojnë me turqët, me romët, me vllehët, me serbët, me gjithë të tjerë. Është kjo një narrative kryeministrit të cilën e përdor ai. E kemi parë shpesh në paraqitjet e tij publike që kur përmend se shqiptarët duhet të kenë të drejtat e tyre dhe pastaj vazhdon së bashku me turqit. Ndërhyj këtu kërkëngjes. Pse ekziston gjykata kushtetuese, atë nëse për gjithçka na duhet mendimi i Komisionit Venecias? Urdhani kërkëngjes. Nuk do duhej ndonjë jurist shkencëtar me vite përvojë pune ta kupton se neni kushtetues ku e bën gjuhën shqipe gjuhë zyrtare është populli i cili gjuhën dhe të cilën e flasin 20%. Është gjithashtu zyrtare. Me ndryshimet e fundit, me ndërhyrjen e fundit në kushtetutë, u vendosën disa klapa aty dhe u shkruajt potencialisht, taksativisht gjuha shqipe, që mos të kenë dilema pala Maqedonas. Domethënë punët janë kristal të qarta. Problemi është se ky kryeminist ka ardhur nga një ekstremizëm dhe askush nuk e flet këtë. Me thonë, gjithmonë ne etiketohemi si terrorista në aspektin e krimit, si të korruptuar në aspektin e korrupsionit. Mirë po, askush nuk e nxjerr topin në anën tjetër. Ky ka ardhur nga një ekstremizëm ortodoks krishter. Mos harro se dje dha një deklaratë shokuese nga kisha dhe i drejtohet gjyqësorit ose prokurorisë. Por mendoj se ky shembë edhe laicitetin në këtë shtet. Dhe askush s'merret me të. Gjithmonë ne jemi në pozitën defanzive. Nuk guxon kështu, ose shteti, ose është i të gjithëve, ashtu siç tha zotëri Çanio, që realiteti është reciprok. Nuk mundesh të thirrësh vazhdimisht që unë të jem i besueshëm dhe lojal ndaj shtetit, kur shteti bukfalisht çdo drejt ne e kemi fituar me çyk të zorit. Derisa më kishim edhe luftë. Kështu duhet bëhen debate. Protestën e parë ti e di fort mirë se je gazetar, që kolegët e tu Maqedonas as në lajme nuk e kanë nxjerrë. Por mendoj ku jetojmë ne? Kryeministri i parë shqiptar në këtë shtet, as në lajmet ku je ti në gjuhën maqedonase nuk e kanë nxjerrë. Se unë kam qenë këshilltari i atij kryeministi. E kam përcjell. Çaq urrëtie ka. Domethënë nëse ke urrëtie ke problem, hajde ta zgjidhim. Domethënë problemi që ka te pala atje. Pse shqiptarët kanë shumë të drejta? Nëse është ashtu, s'ka problem. Do kthehemi mbrapa. Po çka nëse shqiptarët vendosin që nesër ti bojkotojnë institucionin? Ku mbet ky kombi i shpikur ashtu? Se e dëgjojsha kryeministit gjuha maqedonase, do ta gjejmë një zgjidhje, po duke respektuar gjuhën maqedonase. Cilën gjuhë maqedonase? Gjuhën slave? Se kur folti për terminologji maqedonase, ti do mos kthehesh në antikitet. Aleksandri i Madh, Leka i Madh ka folur gjuhën maqedonase të kryeministrit sot, kujt i tregojnë me këta atë. Edhe ne e gëlltitemi si shqiptar. Prandaj problematika duhet shtruar kështu. Nëse shqiptarët
vendosin nesër, bashkë me studentët, ose opozita, dalë e thoi, e dini qka, s'na duhen as pozita e deputetëve, ne i bojkotojmë gjithë qka. Jo të kërkojnë ndarje, veç bojkot. Nëse ka nevojë do hapim bankën shqiptare, do i hapim institucionet tona paralele. Nëse ky bashkim evropian, kthehemi tash te një pikë e cila shumë e rëndësishme që e potencoi zoti Çaniu, te përbërja e Komisionit të Venecijës. Hajde ta transferojmë tash atë që e tha te Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian po eksperimenton me Kosovën, me një popull i cili ekziston 3% deri 5% që janë serb, dhe po a jep atyre disa drejta që nuk i gëzojnë pakicat e vetë këtyre shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. E kupton tash? E këta njerëz, Bashkimit Evropian, delegojnë atje anëtar në Komisionin e Venecijës, i cili nuk e din situatën reale këtu, edhe neve na trajton si pakicë. Mos harrose edhe për ligjin për aktual për gjuhët, që pe konteston Vleni ose ligji për gjuhën shqipe, ata prap dolen me disa dilema. A ju kujtohet, dhe jo rastisht, kryetari i gjykatës kushtetuese po thirret aty. Thotë e kanë kundërshtuar edhe Komisioni i Venecijës, ata unë tash dispozita. Po, mirë, po ku qëndron jo korrektësia? Nëse ky kryeministër del edhe flet që ja do të mirën shqiptarëve, se do ta zgjidh çështjen me ligje, pse atëherë sekretari gjeneral i partisë tij ka iniciativë për shembjen e neneve të ligjit për gjuhën shqipe në gjykatën kushtetuese? Kjo hipokrizi kaq e hapur, mirë po ata ja dalin, sepse nuk kanë debat, e kemi diskutuar, na shkojnë vetiu, me pyetje para gazetarëve të para përgatitura edhe kështu. Mirë po edhe Vlenit i duhet ky debat. Do të vjen një kohë kur edhe ata do të jenë pozitë pa lakmueshme. Se ky kryeministër, ne kemi thonë, e din, sa herë kemi qenë këtu na për debat te këti Ersan, se ky kryeminist është problematik. Nuk duhet harruar fushatën e zgjedhjeve lokale. Çka i bëri kryetarit Bilal Kasami? Nëse e doni ju për krajen e palës Maqedonas, ju duhet ta bëni këtë në mënyrë direkte në televizion publik. Në çmim par excellence. Kujt? Partnerit koalicionit. Thonë, kjo është ai kryeminist, ne s'duhet mashtrohemi me vokabularin e tij. Unë do bëj këtë, do bëj atë. Ku është ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat? Na kanë premtuar transparencë. Ku është? Unë si qytetar, akoma se kam atë ligj. Diskutojmë për ligjin për përfaqësim të drejtë, Valon, vetëm jo, isha të fol për tendencën, ishte duke diskutuar në lidhje me këtë që përmendet defanziv të partive shqiptare. Në fakt, kjo qeveri filloi me tema etnike dhe si duket edhe do e përfundoj me tema etnike. Dhe është i vetëm i pari kryeministri që tha unë do të bëj moratorium për çështjet etnike, është i vetmi ky i cili vetëm për çështje etnike flet. Pse ndodh kjo sipas tij? Është strategji e mirë menduar për të fokusuar vëmendjen vetëm tek çështjet etnike, identitare dhe jo tek. E don përgjigjen troç, sepse i ka në dorë edhe Vlenin edhe opozita. Opozita kërkoi marrëveshje për ish zëvendës kryeministrin Artan Grubi, e mori. Shërbimet sekrete, të cilat drejtorët e të cilave i emëron vetë zotri kryeministri Mickovski, dhanë mendim që Artan Grubi s'duhet të jetë në paraburgim në qeli, po duhet të rinë shtëpi. Drejtorat e shërbimeve sekrete të Mickovskit. E kupton ti tash? Prandaj edhe opozita shqiptare i gjuhët tash studentëve. Pse? S'del vetë me bo debat, s'del vetë me bo betejën politike opozitare. 20 me gjiti pse qeshe? Se dhaj me një farforme i ka disa funksionarë BDI-s në dorë. Sidomos këta të Çajiri. E kupton tash? Edhe beteja ju ka mbetë studentëve. Kjo është ajo. Opozit, ti kesh ti 14 deputet opozitar në parlament, do ta shkundin. Edhe profesor Çaniu e din betejën e madhe që ka ekzistuar mes LSDM-s edhe PPD-s aso kohë. Edhe pse ishin partner qeverisës, parlamenti ushtonte nga debati. Sot që kemi as ata, dalin atje, tu busqesh, i dashur kryeministri, unë nuk mendova që ashtu, po tash po me tiketon ti kështu. Levica me 5 deputet arrin të bëj punë, mirëfillt opozitare, madje dalin edhe me
projekte të cilat vërtet i tangojnë interesin qytetar. Si ka mundësi opozita jo në heshtë. E mos flasmi tashmë se është një parti e dalur nga lufta. O a diçka duhet me baja. Kjo është ajo. Ky kryeministër i ka në dorë krejt edhe ja kalon betejën studentave. Që e troç. Zoti Nugjiu kishe për të shtuar diçka, po. Lidhje me këtë që tha Zibela, pra ky kryeministër është produkt i zgjedhjeve të 8 majit 2024. Me thonë që erdhë me një retorik edhe me një koncept nacionalist të akthejmë Maqedoninë qytetarëve. Pse kush e kishte marrë Maqedoninë që e marrë edhe e ktheu? Sipas meje edhe analizave që kam bërë kështu, profili i këtij politik është antiperëndimor, panslavist. Edhe nga ajo buron për të arsyetuar këtë politik, shqiptarët që e keq e këtij vendi, dobësinë qeverisje, nuk respektojnë ligje, sillen ligje selektive që në esencë janë mund të jenë pozitive, po jo diskriminuese. Mund të jenë progresive për diçka, ndonjë praktikë jetësore, por janë diskriminuese me një ligje për sigurimin në komunikacion, në komuna të caktuara, me tendencë është i bë. Shembull, vetëm si shembull e mora, ose paraprakisht kemi pas ligjin për ushtimin e natalitetit, u shpik një formulë ku 2%, ku 1%, vlen, nuk vlen. Çka e bën shtetin? Pse e bën ligje, domethënë selektive për popullata selektive, për komuna selektive? Ti vetë shtetin tonë si tërësi nuk e don. E dyta, narrativin ndërkombëtar pra të nxihen sa më tepër në moment kur do kërkojë reduktimin të drejtave shqiptarëve dhe kthimin pas që ta miratoj edhe Unioni Evropian dhe diplomacia ndërkombëtare mos rezistoj. Ka edhe diçka shumë më esenciale. Ky kryeminist është i vetmi që deri tani i pengon organizimi politik shqiptar mbi baza etnike. Edhe pse nuk janë me koncepte ekstremiste, askush nuk ka kërkuar shkpuqje nga Maqedonia. Gjithë e pranojnë shtetin, e pranojnë kushtetutën. Çdo gjë ka shku në bazë me procedura si duhet shkojë, edhe nëse ka pas një kërkesë politike, përjashton dimjenjisht që është diçka tjetër. Pra, pse atëherë ti flet shumë mirë përmendet për tërkohën për organizim politik etnik të palës ku ai takon, ndërsa i pengon organizimi politik shqiptar. Mendoj se këtu e ka tendencën të vrasë tendencën për organizim politik mbi baza etnike vetëm tek shqiptarët. Kjo është diçka e re që mu më jep të gjikoj se është ekstremist në aspektin politik të fjalës. Po sa mund të ketë sukses në këtë? Pa të shqyqo, suksesi të ashti nëse e përgatitën opinionin se organizimi politik i shqiptarëve diçka jashtëzakonisht negative dhe rrezikshme, edhe i komplekson njerëzit, i bën të ndihen inferior, një ditë do ketë sukses. E kam fjalën zoti Bela përmendi që i kanë dorë edhe pushtetin edhe opozitën. Nëse kemi pushtet partive shqiptare të cilat janë pushtet të dobët dhe opozitë shqiptare të dobët, atëherë ai bie që në të ardhmen mund ta merr edhe votuesin shqiptar shumë më lehtë. Nuk e besoj se ka një narrativ, një rrëfim bukur nacionalist, nuk e besoj atë, por mund të lejo çka mund bëhet, mund të lejohet hapësirë për subjekte të reja politik. Për shkak se e dim historikisht në Maqedoninë e Veriut një numër i konsiderueshëm i votave janë vota klienteliste, të cilat votojnë për interese. Këtë rregull ajo. Mirë po, organizimi dominant politik është mbi baza etnike. Ka edhe partitë vogla, ka edhe në LSDM shqiptarë që janë, edhe përkatësive tjera etnike. LSDM-ja pak a shumë figuron si ta themi kushtimisht edhe si parti deri diku, në sasi të caktuar multietnike. Mirë po, o dëshmuesi në opinion nuk ka pesh. Ajo. Prandaj, ajo qasje LSDM-ja çoj aty ku është me sa ka shumë pak përqindje të votave, me 17 deputet sa ka. Aq 18 po. 18. Fillimisht 17, pa mandej atë kom regjistru. E bën një salto për mi dal mu bo partije e dytë, nëse ju kujto. Do të thonë përdoron mekanizma të ligjo. Pavarësisht se është shumë i saktë zotri Çaniu që dominojnë, do të thonë, partitë etnike dhe diskursi etnik. Mirë po. Në s'duhet, është pyetje shumë e s'duhet me hiq këtë prej analizës. Se ai, shive, strategjia e tij është shumë mirë e menduar. Ai s'ka ardhur kryeministër kot. Nëse vendosim, kërkoj falje, të bëjmë organizim multietnik, po reciprokisht do ta bëjmë, edhe ti do ta bësh.
Zdi sa ju kujtohet, zotri Taravari sa ishte me Vlenin kërkonte, nuk i pegonte as kushtetuta qytetare atëherë. Unë besoj se secili pajtohet se është për kushtetutë qytetare, mirë po para prakisht duhet përmbushen kërkesat etnike, kërkesat etnike. Kur ti kenë të drejta të gjithë popujt këtu, dhe jo rastisht ne jemi peng i mos futjes bullgarëve këtu, me thonë. Jo të gjithë i gëzojnë të drejtat, dhe këtë betej unë e habitem se opozita shqiptare nuk e çon përpara që mos duket se ne jemi nacionalista, po duam vetëm drejta shqiptare. Ja, edhe bullgarët ju s'pifutnin kushtetutë, edhe pse vetë pushteti aktual thotë se s'kemi bullgar këto. Nëse s'keni ju rrezik, atëherë pse është problem futja e tyre? Është një mirë po. Animi i elektoratit shqiptar ka partitë maqedonase, nuk është se s'ka ndodhur. Kemi shembullin e fundit në zgjedhje lokale. Shembulin e fundit, po shembujt e tjerë me LSDM. Mos të harrojmë pse tendenca për të thyer partitë politike shqiptare nga ky diskurs dhe politik bërje etnike gjithmonë ka qenë tavolinë. Por që tash unë mendoj se opozita shqiptare, taksativisht BDI, o t'ja mundësu atyne, duke mos bë asgjë. A kuptan? Se lejon një kryeministër ta akuzon me terma jashtëzakonisht të rëndë se kjo parti ka qëndruar shumë vite në pushtet, pavarësisht se abstrahojnë ata 11 vite me ne, me VMRO-DPMN, mirë po këta janë të korruptuarit. Mirë, dakord, s'ka problem. Hajde nisi proceset gjyqësore. Me thonë, kjo është ai diskursi i kryeministit që është i mirë menduar. Prandaj edhe opozita disi sikur s'po din çka me bë. Nëse s'di çka me bë, deklarohu ose të bën distancim nga ajo kaste kriminalizuar nëse ekziston, edhe vazhdoj procesi. Kaq kërkohet. Edhe me një Maqedoni kaq të vogël, ti mos me mund ta imponosh politikën tënde kur ke 20 vite përvojë institucionale. BDI-ja si thirret. Ne jemi parti institucionaliste. Dhe nëse ti nuk ke mekanizma për ta imponu politikën tënde, normal se do dilë çdo i bashkangjitesh studentëve. Një tjetër protestë ndodhi të gjatë fundjavës, ishte mbështetja në fakt për presidentin serb Aleksandar Vučić në Kumanov, ku 10 qytetarë shprehën mbështetjen e tyre. Si mund të lexojmë këtë tubim si shprehje legjitime të popullit serb që jeton këtu në Maqedoni të Veriut, apo si projektim i botës serbe që po merr hof në këtë vend? Ajo është e drejtë legjitime e popullit serb, pakicës serbe që jeton këtu në Maqedoni, mirë po për shtetin ajo është alarm. Pse atë që vazhdimisht e kemi thënë ne dhe që e thonë të gjithë, se ky shtet mbahet si shtet ekzistues fal fuqive perëndimore. Momentin kur ata s'do kenë interes ose s'do duan, ky shtet do shpërbëhet. Pse? Para mendoni, sot bëhet betejë për gjuhën maqedonase. Në Kumanov s'ke gjuhë maqedonase, janë pothuajse të gjithë serb. Nga Velesi e Tutje flasin me dialekt bullgar. Nga Prilepi, Andej, Manastiri, si merr vesh as çka flasin. Dë vetmit që po dalin që e njohin gjuhën maqedonase janë shqiptar. Edhe pajtoheshti se ne, sidomos shkopjanët këtu, e flasim gjuhën e pastërt maqedonase më mirë se këta. Të Kriva Pallankës, të Manastiri, krejt që kanë ardhur sot janë deputet këtu. E ke pa kur janë në për intervista ndonjë lapsus kur ju del ajo gjuha e vërtetë tyne prej nga po pikërisht. Do të thonë, e ky alarm duhet me qenë për vetë shtetin. Edhe ky shtet, i pavetëdijshëm për rrezikun, i mshon shtyllës më të fortë apo degës më të fortë këtij shteti shqiptarëve. Kjo është nonsensi i këtyre. Unë shpesh me kolegë themi këta nuk janë mirë edhe me mend, kërkoj falje për fjalorin, se thëm shqiptarëve me të mirë mundesh me i bë gjithçka. Këta shkojnë na provokojnë, zban gjuhën, dhe shqiptari armatoset me moral. Thot kush be? Veshët kush e zikrit për inat. A ju kujtohet Sali Ramadani? Deshtën t'i çbëjnë shqiptarë këtu, ai midis parlamentit flamurit, bam, që kjo tha do vije koha e çesaj. S'mundesh me ty me shtyp një popull. Këta mendojnë, ishte një interviste
e mahershme e profesor Forçkovskit, ajo është prej të rrallëve që e ka kuptu, besoj ashtu, e ka kuptu realitetin, se pse përmendi. Pikrisht ai person u pa thënë shqiptarëve, ndoshta ne do të flasim bullgarisht, mirë po ju do të notoni për Itali. Shqiptarëve. Kurse sot ai diçka tha. Domethënë intervistë pak më e hershme. Tha shqiptarët mos ju drejtoni më shqiptarëve, ju duhet ta mësoni këtë. Ju thoni shqiptarëve, ju keni të drejtë ta mësoni gjuhën maqedone. Nuk shkon më me shqiptarët me zor, harroni ato. Tash i kemi edhe 2 shtete të fuqishme për rreth ne, Shqipërinë dhe Kosovën. Çfarë mendojnë ta? Po influenca e pa, me një fishkëllim erdhën studentët prej Prishtinës këto. Student, po nesër mendohet diçka. Prandaj ky shtet është artificial. E mban edhe sot Ministria e Financave ka aplikuar për 250 milionë euro borxh shtesë. Do thonë, në jargonin popullor, ky shtet mbahet me fitrat e popullit, fitrat e perëndimorëve. Momentin kur ata të vendosin, ky shtet do të ekzistojë. Mirë po, aktorët më të mëdhenj që po i kontribojnë shembjes së këtij shteti janë vetë pala Maqedonas, e që është absurd vete. Edhe këtë, më falë se e zgjata, identiteti i Maqedonas gjen zbatim edhe gjen forcë vetëm me shqiptar. Se ne nuk e kanosemi, e kanosin serbët edhe bullgarët. Nesër me hy Bullgaria këtu, këta i presin me lule bullgar. Nesër me hy Serbia këtu, ushtarakisht, këta i presin me lule. Në dasmat e tyne këndohet kënga serbe. Përderisa ne kemi pranuar si të tillë, me hy Bullgaria këtu, me hy Serbia këtu, ne luftojmë. Këtë e harrojnë këtë. Prandaj, është absurde dhe sjellja e tyne. I mshojnë pikës më të dobët neuralgjike. Shqiptarët duhet i trajtojnë si miq, si aleat, bashkë me ta forcojnë shtetin dhe mos t'i shohin drejt avancimin e drejta shqiptarë si rrezik, përkundrazi. Kur i kishim shqiptarët në Ministrinë e Punëve të Jashtme, u zgjat çështja ime. Jemi NATO. U fortifiku themeli i këtij shteti. Sot kryeministri dhe presidentja në çdo intervistë ndërkombëtare po thojnë Republika e Maqedonisë së Veriut, që thëshin në përfushat se jo... Nuk e përmendi. Pse se është krenari, nuk është arritje e mangët ose e vogël. Ti kthehem temës, do të thonë, puna e atyne përkrajës së presidentit Vučić në Kumanov, prapë them, është e drejtë legjitime, mirë po, tash sa i kontribon presidenti Vučić stabilitetit rajonal, folklori i tij, ato ushtrimet e ushtarëve dhe forcave të armatosurat serbe në përkufi të Kosovën si provokim e dim ata, prandaj edhe çdo përkraje ndaj atij dhe subjektit të tij, unë besoj se nuk i shkon, nuk i bën mirë stabilitetit të vendit. Zotino Hiu? Të drejtën unë nuk i kam gjek edhe shumë ato, po parimisht mendoj se është drejt legjitime të protestojnë. E tash nga dimenzioni, nga këndvështrimi politik, ma tepër më intereson çka ato kanë kërku, çka kanë qitë si kërkesa, si përkrahje. Dhe me thonë, presidenti Vučić mund të jetë, sot është president, nesër mund të mos jetë. Mirë po bota serbe është projekt afatgjat. Është zavendësim për konceptin e sheshelit Karlovac-Karlobak. Në me thonë, ajo vija edhe dilte deri në poshtë, në Adriatik për lartë, afër Istrës. Është po i njëjti koncept, vetëm i paketuar pak më ndryshe. Nuk kërkohen ndryshime territoriale, por fuqizimi i entiteteve serbe brenda shteteve ku jetojnë, me politika jo nacionale, askuj nuk i pengon, me politika nacionaliste. Edhe ne që jemi këtu, mund të flasë, askush nuk është kundër asnjë kombi. Mirë po, jemi kundër nacionalizmave të çdo njërit që e mohon të drejtën e kombit tjetër. Në filozofinë politike është thënia se e drejta e jote përfundon aty ku fillon e drejta e tjetrit. Çka e rrezikon gjuha shqipe, gjuhën maqedonase konkretisht? As janë të ngjashme, as kanë prejardhje të njëjtë, as kanë fjalë të njëjta, vetëm fjalët shkenca që i ka sill
që përdoren internacionale fjalët. Kur gjë, do me thënë, ngjashmëri nuk kanë. Prandaj nuk ka rrezik për gjuhën shqipe. Pikërisht ajo u pengon, që e forcon, si tha kolegu, që e forcon identitetin e gjuhës maqedone, ajo u pengon. Do me thënë, parashot pyetja sa racionale kjo qasje. Sa është dashamirëse ndaj vetë shtetit Maqedonisë Veriut, prej palës, prej partive që i favorizojnë këto politika. Edhe kjo është, mendoj se këtu duhet bëhet pyetje opinioni publik Maqedonas, duhet parashtoj se ka i çojnë subjekte të caktuara këtë shtet, rradhmërinë e këtij shtetit. Në vazhdim do të flasim edhe për ligjin për përfaqësim të drejtë adekuat, pas gati 2 viteve premtim. Më 8 maj erdhi në kuvent, është në procedurë, pritet të filloj procedura parlamentare lidhje me miratimin, lidhje me propozim ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat i cili u miratuan qeveri. BDI e quan skandaloze, në fakt gjithë opozita shqiptare e quan skandaloze këtë propozim ligj, ndërsa vlen thekson se po e legalizojnë përfaqësimin e drejtë dhe adekuat në mënyrë ligjore, po e vënë në një stat më të lartë. Zoti Bela paraprakisht përmendi që nuk e ka parë ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, pasi që e kemi parasysh ka munguar edhe transparenca lidhje me këtë, por nga ajo që edhe debati publik, por nga ajo që kemi parë këtë periudhë, si e vlerësoni, a do të jetë zgjidhje e duhur për përfaqësimin e shqiptarëve në institucione shtetërore? Unë jam i prirur të vlerësoj gjërat nga aspekti konceptual, nuk merrem me persona shumë kur flas për procese politike, për arsye se janë personat shkojnë e vinë, veçanërisht në demokraci. Po nëse ai ligj, edhe unë nuk e kam pa, domethënë i bashkangjitem zot Bela, edhe unë se kam pa, se ka munguar transparenca e përgatitjes ligjit e gjithçka deri tash, mirë po nëse preket balancuesi, domethënë preket substanca e materjes. Pra, në këto shtete me këto karakteristika, me përbërje etnike të ndryshme, kategoritë të tilla duhet të jenë të përhershme. Se vetëm ato e ruajnë stabilitetin edhe ekuilibrin brenda etnikumeve të ndryshme. Pra, balancuesi nuk duhet të preket fare. Nëse preket balancuesi, o prek esenca, do me thonë, palca e ligjit e materjes o prek, nuk e di a preket e nuk preket, nuk mund të paragjikoj se nuk e kom pa, po e di se çka nuk duhet të ndodhë. Nuk duhet të lejohet të preket balancuesi, edhe si kategori do të jetë e përhershme në funksionimin e administratës Maqedoninë e Veriut, në këtë shtet. E përhershme. Duhet të ketë kuota etnike brenda ligjit? Gjithsesi, tash është edhe më lehtë, përderisa vitet 2002-2003, po, më njëherë mbas konfliktit 2001-shit, thuaj se nga personat nuk janë gjallë dhe nuk du t'i përmendi për arsye etike, thuaj se me fuqjen e shqiptarëve në administrat do bjerë cilësia e administratës. Personalisht u kam shkruar atë diçka se nuk është ashtu, mirë po tash janë profesionalizu. Kemi shqiptarë shumë dinjitos në për institucione. Ka pasja dhe do ketë, pa i përgjisu në këte apo në atë subjekt, edhe pse të i mendon se me fuqjen e shqiptarëve në sistem udhëheqës, ose proporcional, do me thonë, me përqindje sa ajon tash 29.presje%, do bjerë efikasitet i administratës. Pse e mendon, pse paragjykojnë këtë punë? Pra, ta konkretizoj përgjigjen, nuk duhet të preket balancuesi. Kretë çka mund të them për momentin është kjo. Zoti Bela, se keni parë këtë proces? Unë e siguroj zotri Çaniun se ata që i tha nuk janë pjesë e ligjit. Në bazë të atyre që i kam përcjell, sepse askund çështja etnike nuk përmendet në ligj. Edhe vleni me krenarie thotë këtë se kemi hyrë në një fazë ku jo domosdoshmërisht do duhet trumpetohet vetëm çështja etnike të përmendet. Mirë po, ajo çka brengos është se edhe studentat e vitit parë kur e marrin librin fillet e së drejtës e kuptojnë çka quajmë ne, çka quajmë ligj, dhe e dinë se ligji ka 2 komponente. Dhe e dyta është pjesa sankcionuese. Dispozita dhe sanksioni. Nëse mungon ajo,
ne shumicën e ligjeve që i kemi pa dhe që i targeton apo i tangon shqiptar, këtë pjesë nuk e kemi. Dhe thonë, dhe treta, që askush se përmend, fatkeqësisht, është se kur u miratu propozim ndryshim ligji, propozim ndryshimet për ligjin për gjuhët, i mungon të pjesa e tretë, që është pjesa financiare. Që këto ndryshime, ose ky ligj për të realizu, nevojiten kaq mjete, ose janë të dedikuara kaq mjete. Në askush si përmend këto, prandaj edhe hasin gjitha reformat ose gjitha punët mbesin në vend numër. Prandaj, dhe kur i shtohet kësaj, premtimin që e kemi pas për transparencë, për debat publik, kjo lën shumë për të dyshiru, apo mu m'jep bazë të fortë të bindjes se ky ligj nuk është i mirë. Shto këtu edhe profesoreshën Karakamisheva, që ka qenë themeluese e këtij ligji, unë definitivisht jam i bindur se ky ligj do shta ka avancime aty këtu. Mirë po fakti që ja kanë lënë gjithmonë bazë spekulime, nuk e kemi pa ligjin. Ja kanë lënë aspektit dëshiror të kandidatit se si ndihet momentalisht ai. Domethënë ju përsëritni balancues. Se kur dodhen problemet me balancuesin, për shembull Maqedona si punësoheshte si shqiptare dhe anasjelltas, këto e morën për fakt krym që ka ndodhur problemi, tash do e përpilojmë në ligj. Po tash çka është ajo? Ty nesër mundet e njëjta gjë me të ndodh edhe me të rrit numri. Mirë po askush s'po e përmend edhe këtë fakt që ne kemi humbur plot 2 vite. Dhe sa është mbush administrata monoetnikisht vetëm te Maqedonas. Mos të harrojmë edhe këtë. Deri para 2 muajve nuk kemi pas zëvendës ministër të mbrojtjes. I keni pas shifrat se sa punësoheshin në Ministrinë e Mbrojtjes. Me thonë, keqpërdorimi galopant i përfaqësuesve të komunitetit Maqedonas, duke bërë punësime monoetnike Maqedonas, është real dhe është i dëshmuar. Ajo tjetra është që ne në vend se t'i hulumtojmë me të vërtet dështimet ku i kemi, dhe çfarë thotë shkenca, diagnostifikimi i sëmundjes është gjysma e zgjidhjes. Do me thonë, në vend si ne ta pranojmë, nëse ka dështime, do të me thonë, këtu janë fushat ku ne kemi stagnu. Hajde të përpilojmë strategji si ti realizojmë. Dhe këtu vleni s'do të mu friksu me lyp për krajën edhe të PD-s. Do me thonë, ata që tash po ja jap një argument, ata duhet thirrën në fjalët e zotrit Ali Ahmetit që ka thonë ne nuk jemi të interesuar për me hinë qeveri. Me thonë mos të friksohen për atë punë. E tash kapeni BDI si vlen, kapeni BDI këtu. Ju me qenë se jeni të interesuar për qeveri, na animoni neve. Këtu kemi përkraje, kemi nevojë për përkraje, ju lutem na përkrani. Ka që thjesht. E tash, pse domosdoshmërisht betejat politike duhet më lënë qytetarëve? Mjerimi a diko është, a i shifni komentet se çka po ndodh. Në mediat Maqedonas e futën shqiptarët, mundohen me argumentu diçka, pastaj ofendohen në rand, pastaj e kundërta. Do të thonë, betejë partitë politike, politikanët janë aty për të ofruar zgjidhje ose tek e fundit për të marrë me politikë të cilën qytetarët nuk kanë nevojë ta bëjnë. Qytetarëve u kërkohet besimi një herë në 4 vjet dhe ata duhet të jenë të sigurt se punët e tyre do realizohen. Kaq, pastaj betejë transferohet te politika. Thonë, është fakt që ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat qëndron jashta debatit publik dhe kjo ndoshta mandej edhe këta përfaqësues të vlenit kur po dalin me fol për ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat duke mos pas një uri, pe dëmtojnë akoma më shumë proces. Me thonë, fillimisht ata le ta kuptojnë, pastaj le dalin ta elaborojnë. Pikërisht. Tash, pse? Edhe drejtësia e vonuar nuk është drejtësi. Edhe kjo, nëse nuk jipet origjinali, nuk elaborohet origjinali, atëherë paramendoni në diçka që s'është e vërtet, në tërësi, ne debatojmë. Ajo i bie që ne humbim kohë kot, sepse nuk e kemi origjinal, ne veç debatojmë që kemi dëgjuar. Prandaj apel deri te vleni që ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat,
Me qenë se ata e kanë kalu prej qeverisë e kanë fut parlament. Dhe ta lëshojnë edhe në popull paraprakisht që ne debatojmë. Kur të vjen parlament, ndoshta opozita do t'i sjellë edhe amandamentet e tyre në mënyrë që ta ndryshojnë. Debati publik besoj i shërben të mirës përgjithshme. Po dhe jemi në këtë pjesën e fundit të emisionit. Në fillim përmenda që do të diskutojmë edhe në lidhje me përplasjet politike rreth procesit eurointegrues dhe këtu e kisha fjalën javën e kaluar u lëshuan 65.7 milion euro për Maqedoninë e Veriut nga ana e Komisionit Evropian dhe kjo u lexua ndryshe nga pushteti, ndryshe nga opozita, pushteti e paraqiti këtë si fitore të tyre, fitore për shkak që i kanë zbatuar reformat dhe përmendën që Maqedonia e Veriut është vendi i parë me mjete më shumë të fituara, ndërkohë që opozita thekson se janë marrë vetëm gjysma e mjeteve të cilat takojnë Maqedonisë së Veriut dhe nëse shihet ajo pasqyrja e përgjithshme, fondet e përgjithshme të marrura, jemi shumë larg Shqipërisë. Si vlerëson këtë? Unë mendoj se është debat i panevojshëm i opozitës të përbashkët Maqedonës së Shqiptare, gjithsesi LSDM, BDI dhe kjo alianca e zotërit Selës. Sa herë që shteti merr mjete nga Bashkimi Evropian, s'duhet bërë debat. Dakord, i kemi marrë, hajde tash debatin e brendshëm për integrim. Ajo që është skandaloze është deklarata që sot e dëgjova unë nga kryeministri, i cili ka patur këto për vizitë presidentin e Kroacisë. Ai para presidentit Plenković tha që nuk jemi të interesuar për integrim me çdo kusht. A thoni mundet edhe pa bëj. Kjo është deklaratë skandaloze. Opozita tani duhet aktivizohet. Si ka mundësi gjithë Bashkimi Evropian, unë kam studiu Bashkimin Evropian plot 12 vite. Çdo traktat ata shkrin mend për mi sjell ato regulativa, për spru vendime. Po ai Bashkimi Evropian e ka pas prioritet Maqedoninë, edhe u ka dhënë propozimin francez. Edhe tash ti del edhe thu s'na pëlqejnë kjo. Para mendoni ne sikur jemi të dashur mi nxjerr syt me gisht. Me thonë, unë e thash se ky shtet mbijeton me fitrat e Bashkimit Evropian dhe tani sikur po i dërgojmë mesazh Bashkimit Evropian se nuk i duam këto fonde. Kështu i bie. Ndërkohë që marrim kredi 250 milionë euro. Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, sa herë që kanë patur sjellje, mu sikur kryeministri ynë, gjykata evropiane e drejtësisë i ka sanksionu sa që janë pendu për ato vendime që i kanë marrë. Gjithsesi nuk i kanë respektu vendimet e Bashkimit Evropian. Këta më duket se janë mjegulla. Këta janë të ditë se Bashkimi Evropian është fuqi edhe implementuese. Ne kemi bo kërkesë për të bo pjesë e Bashkimit Evropian, janë asjeltas. Dhe ja, Bashkimi Evropian, shtetet anëtare, duhet t'i arsyetojnë para qytetarëve të tyre për mjetet që na japin. Dhe ne prap dalim edhe të zjerim njolla në këto sende. Kjo është shqetësuese, një kryeminist i cili nuk i kupton proceset evropiane. Dhe si tjetë mirë njohës, dalet, shife. Është fakt se është çështje e ndihshme, duhet na kuptoni, por ju lutem, të bashkëndjeni me ne, dim se jemi popull i vogël, shtet i vogël, brenda këtij shteti jemi prapë si komunitet i vogël, nuk jemi më shumë se 1 miliard, në krahasim me Bashkimin Evropian. Edhe ti del tash me kësi kujt i shet ti mend me kësi fjalori, me kësi diskursi. Absolutisht e papranueshme. Unë kur e dëgjova seriozisht, ne po hyjmë në krizë. Shqyre largum një kryeministri i cili sajoj ke kriza, Gjergj Gruevski. Edhe kur s'kish kriza i sajon te kriza, se ju deshte ati që të mbjeton. Ama tani, hajde çështjet etnike, po tash për integrimin, deri kur do e presim ne? Edhe plus, propozimi francez, gjuha maqedonese është e mbrojtur. Paramendot edhe kjo që ne nga njerë qeshemi me ta, se nuk ka rënjë, nuk ka bazë, është dialekt, ka dalë prej dikon, edhe vetë
jeti pati, ish kryeministri Lupço Gergievski, për thotë që iniciativa ka qenë bulgare. Pavarësimi i Maqedonisë, i pari që e ka pranuar këtë shtet është Republika e Bullgarisë. Në vend se dalim ne të jemi mirënjohës, që i kanë dhënë subjektivitet këtij shteti, këta dalin bëjnë problem me ta. Thonë, mirë po deri kur? Derisa do të zbrazet se qytetarë shqiptash. Falë edhe këtë shkurt. Isha te Universiteti Nën Tereza në mbrojtjen e disa punimeve shkencore bashkë me kolegë. Ajo që jam fasionu Ersana dhe Zotriçani është se aty erdhen kërkues shkencor që kishin punime fantastike, jam emocionu shumë. Njëri prej atyre, Bardhi prej Tetovës, shpresoj rasti ta përshëndes, ka ardhur mbi ligjin për trashëgimi. Ligji për trashëgimi nuk kishte ndryshuar prej në vitit 1996, që nën kupton. Ne tani më gjendemi me një ekonomi të blockchainit. Paramendoti nëse prindi i len pasuri bitcoina, për shembull, se është më e famshme, nëse i lën pasuri bitcoina fëmijës vet, nuk mundet me ia lënë trashëgimi në bazë ligjit, infrastrukturës ligjore tek ne. Vakum juridik. Tjetri doli, shkodronin nga Kumanova, doli i cili punonte në Intin për statistik, doli edhe dha cifra eksakte në secilën komunë, ngjashëm qysh na rrezikohet neve sikurse me 4 komunat në zgjedhjet lokale, që nuk arritën cenzusin. Edhe pyetjen që e tangoi që ishte shumë briljante, a kemi demokraci nëse s'kemi elektorat? Sa vlen demokracia? Edhe ashtu është. S'kemi zgjedhje, si ashtu? Edhe këtu buron ndoshta iniciativa e këtij pushteti që thanë komunat do i reduktojnë. Se s'kemi elektorat. E tash nëse i reduktojmë, a do prekat interesi shqiptar? Normal se po, se tjetër kush e ka gatu? Sikur ligji për arsim të lartë. Akoma ministresha nuk e tregon kush është propozues, kush është hartuesi. Do me thonë ata hartohen, përpilohen kuzhina tjerëve, neve na sjellën. Mendoj se jo, të ndërlidhem me atë dhe mandej mund të parashtroni pyetjen. Ndryshime në organizimin territorial do të ketë, edhe unë që mendoj se më së pari do të preket Kërçova. Këtë kom thënë edhe para zgjedhjeve, është një komunë ndër më të mëdha territorialisht, me 511 km katror, edhe mendoj se përpjesoj me Çajirin 3.6 km katror. Bile edhe ka qenë një ofertë publike e Miskovskit atëherë opozitar, po do që mundëm kushtetut si element shtetëformues, po të riorganizohet komuna e Kërçovës. Kështu parafarsisht nëse mund të parafrazoj, pas jemi edhe, të të kemi edhe përgjithësi publike për atë që themi, kështu më kara... Të pas kanë frikën e ndarjes. Të me thonë... O shqyve shfa mentaliteti i vobek. Mund të kaloj edhe organizimi territorial, mund të kaloj si bo çështje aktuale. Nëse vinë temat e ndarjes këtij shteti, ja merr mendja këtij se shëndrimi i komunës Kërçovës në mazhoroncë Maqedonës se do e ndala. Jo. Tash do të elektoratit të jep diçka. Po, urdhëni fort. Po për fund, zotin Juhiju, më s'kjo mbetën bosh lidhje me temën e integrimit. Qeni une për cili proceset, edhe se nuk ka vullnet për integrim në Unionin Evropian të kësaj qeveri është fakt evident. Mirë po, është shumë optimiste propozimi i kancelarit Friedrich Merz Gjerman, që një ditë 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor kërkon një formullë për integrim më të shpejt, jo integrim të plot, por një status shoqërues, diçka, do të thonë, si shtete me të drejta të plota brenda, por jo antare formale, bashkë me Moldavinë. Do të thonë, më në fund, unë shpesh e kam potencuar edhe në për konferenca shkencore dhe deklarime publike se integrimi i Ballkanit në Unionin Evropian është çështje gjeopolitike pikëpari. Mirë po këte nuk e kuptojnë sikur duket rivalitetet brenda Unionit Evropian që ka në mes Gjermanisë dhe Francës, si dy forca kryesore që udhëheqin me Unionin Evropian. Për shkak se aty ku deshti Franca u antarësu shtetet Unionin Evropian. Aty ku deshti Gjermania e Evropa lindore u antarësu edhe atje.
Këtu duket se ka një rivalitet midis Francës edhe Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor. Prandaj gjermanët dalën me propozime më optimiste, më dinamike, ndërsa kur vinë të plotësohet diçka 3-4 herë vendoni brenda 10-12 viteve të fundit, francezët dalën me ndryshime për formulën e pranimit, me kërkesa që kërkojnë 3-4 vite për të plotësuar. Madje kur plotësohet ajo, dalën me diçka të re. Mendoj se Franca nuk ka shumë vullnet për të antarësuar Ballkanin Perëndimor në Unionin Evropian. Për shkak të rivaliteteve të veta, për shkak të aleancave gjeopolitike me Greqinë, me Serbinë. Edhe mendoj se këtu është ajo duhet kërkuar, por jam optimist se propozimi i kancelarit Merz do të kaloj, edhe pse nuk ka antarësim i plot, por çdo gjë parimisht që e lëviz këtë hapësirë, e çon përpara, ka një jetë më e mirë, ka një demokraci më transparente, ka një përgjegjësi politike dhe institucionale, unë do e kisha përkrah personalisht. Unë veç do kisha shtuar se Bashkimi Evropian nuk i gutet futja e Ballkanit, sepse e ka kuptuar gabimin që e ka bën me vendet e lindjes, Evropën lindore, të cilat deri diku nuk kanë qenë përgatitur për antarësim, mirë po i gëlltiti, e që pastaj i pagoi pasoja. E njëjta është edhe me Kroacinë dhe Sloveninë. Jo, akoma nuk kanë bën zgjidhje ata për kufirin detar. Prandaj edhe është politik, fillimisht zgjedhni problemet bilaterale me zvete, që mos na futeni me kokçarje në Bashkimin Evropian, e të bëhet pastaj problemi i Unionit. Kritë në rregull, megjithatë paramendoni sikur mos e trajtonin Bullgarinë dhe Rumaninë siç është gjeopolitike dhe mos ishin tash në Unionin Evropian, do ta kishim Rusi në kufi. Çaq këtu. 100 kilometra prej këtu. Putinin do ta kishim atë ushtrinë e Putinit. Prandaj mendoj se edhe nëse mund pak për kritere demokratike mund të kenë mbyllësinë për gjendjen ekonomike, për të drejtat e njerëzit, për transparencën qeverisje, aspekti gjeopolitik e arsyeton. Sinqerisht e them se gjithsesi ka Ballkani Perëndimor 18 milion banor. Edhe qasja amerikane edhe mi që më kujtu, tash raportin e fundin që kishte se departamenti për kongresin, është e para herë që qeveria amerikane e shifte këtë hapësirë edhe si potencial ekonomik. Do me thonë, aty ku investojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pritet stabilitetin politik. Priti kufit e garantuar, priti të drejtat e njerëzve të garantuar. Prandaj them, diçka e re që më bën optimist, deklarata e kancelarit Merz, edhe raporti i State Departmentit se përveç qerave se me rëndësi gjeopolitike, geostrategjike, e shifte edhe si hapësirë ekonomike këtu. Do të thotë na vjen kapitali amerikan këtu. Kaq pata edhe besoj se nuk do e lënë masi deri tani. Edhe pse jemi të pa përgatitur apo nuk jemi, janë vendime politike, sinqerisht në fund ditës që thuhet. Atëherë mund të mbetet gjë tjetër vetë se t'ju falenderoj që ishit bashkë me ne këto minuta për të dhënë komentet dhe analizat tuaja. Faleminderit për ftesën edhe mundësinë. Ishte kënaqësi gjithashtu. Shikues të nderuar, ju falenderoj edhe juve për vëmendjen me të cilën na përcollët nga unë Ersan Pajaziti, natën e mirë.